Federata Shqiptare e Gjimnastikës ka zgjedhur qytetin e Shkodrës për të organizuar kampionatin kombëtar të gjimnastikës artistike. Atmosfera në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi gjatë ceremonisë së hapjes së këtij aktiviteti u shoqërua me shumë entuziazëm, kur mbi 150 sportistë, përfaqësues të 9 ekipe nga qytete të ndryshme të vendit tonë, si Tirana, Shkodra, Berati, Korça dhe Fieri, u paraqitën për nisjen e aktivitetit. Ceremoni kjo që u shoqërua edhe me përshëndetjen e presidentit të Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, Leonard Lulaj, i cili duke nënvizuar masivitetin e kënaqshëm të këtij sporti, që ka përfshirë klubet e gjimnastikës shqiptare, gjë që konstatohet edhe në kampionatin e Shkodrës, u shpreh i kënaqur me rezultatet e arritura nga gjimnastët në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. E keni filluar në përpjesë kombëtar. Dhe sot nollini në këto kushte që fëmijët janë rritë nga ditë. Kjo falë për kushtimit të prindërve pranëmarë, fëmijëve që dojnë me pasport, trajnerave të panodhur që në kushte edhe jo të favorshme e kanë qumë e në mrit këtë pikë që kemi qëtë këto përfaqësuese. Atëherë, ne a kampionati i kombëtar i gjimnastikës artistike, është kampionati më i rëndësishëm që organizon Federata Shqiptare e Gjimnastikës. Unë mendoj që kjo do të jetë përveç se do të jetë një varë, do të jetë edhe ku fëmijët ta shijojnë varë një aktivitet miqësor që na bashkon gjithë të këto. Kuptohet që do të jetë kompeticion, uroj që fëmijët bëjnë më të mirë në atë që kanë bërë në palestra. Është një vlerë e shtuar këtë rallë. Kemi marrë një gjyqësari turke, e cila do të jetë një vlerë e shtuar për federatën tonë, e cila do të jetë përshkutëtuar që maksimalisht në vlerësojnë çdo gjimnast edhe ne të kuptojmë edhe të azhurnohena dhe me jurin ndërkombëtar. Unë uroj gjithëve të bëni më të mirë nga që keni bërë palestra, edhe shijojni